Të dashurit e me, po e fillojmë këtë ders të gjumas me njërën nga sekretet e prapambetjes së një pjesës së njerëzve, ndesh fetar e ndesh jo fetar. Sekreti është se ne nuk e kemi kuptu mjaftueshëm librin ton, është fjala Koranin Azimushan, dhe as trashëgëmin e të dërguarit ton, Muhammedit alayhi salatu wassalam, nuk e kemi kuptu mirë dhe mjaftueshëm. Kemi mendu se feja është nga pasurit e pakta, dhe sot shoqërohen një pjesë e njerëzimit me këtë ide. Feja nuk është pasuri. Disa thojnë pasuri e pakt. Për shkak të kësaj ideje dhe këtij besimi të gabueshëm, një pjesë bukur e madhe dhe e shoqërisë dhe ummetit ka mbetën e varfër në gjendje të mjerueshme, mos përfilljen e pamjes së jashtme, a di çka rregullon e vetëm këta të mbrendshmën, të jashtmën nuk është do thot me rëndësi. Dashurit e mia, është shumë e vërtet se i madhi Zot atij qofsh mi fal, nuk i shiqon fizionomit e tona, mirë po e shiqon zemrën tonë. Zemrën tonë e shiqon i madhi Zot atij qofsh mi fal. Mirë po ulemaja na kanë mësu, ulemaja e mirë fill të Islamit, kanë thonë njerëzit të presin përmes pamjes, e të përcjellin përmes mendjes. E besimtari dhe besimtara duhet t'i ketë që të dyat, edhe pamjen e bukur, edhe pedantrin, edhe pastërtin, edhe veqimin e rrobave të veçanta për t'i vesh çdo herë kur të shkon në namaz, në xhami, në tubime publike, në punë, kudo që të punon edhe të vepron, të ketë veshje të veçantë e super speciale, të ketë dhe ta nderon dhe ta veçon ditën e xhumë. E pamja jashtme nuk është që nuk ka vlerë të madhe, çrregullimi i gjendjes shoqërore dhe të jetuarit larg fushave të mendjes. Kur një pjesë e njerëzimit e veçanërisht të fetarve kanë fillu me jetu jetën larg fushave të mendjes, duke mos e përfill, duke mos e fut në funksion mendjen, e që Zoti atij qofsh mi fal, në shumicën e ajeteve kuranore e përfundon ja ulil albab, o ju të zotët e mendjes, o ju besim drejt, besimtar, pse mendje nuk e futni në praktik? Pse nuk e shtini në funksion mendjen e juaj? Të dashurit e me, këto çka u numrun janë disa nga pikat që një pjesë e njerëzve, e shoqërisë dhe e ummetit ka mbetën mbrapa të mos funksionalizimit të këtyre gjërave. Të dashurit e me, këshilla e dytë, mos i justifikoni rrethonat, mos i arsyetoni rrethonat, sepse je ti ai që zgjedh rrugën tënde. Unë edhe ti jemi nga ata që e përzgjedhmi rrugën tonë. Nuk ka mundësi më na i orientu dikush tjetër. Na jemi ata të parët që ja japmi orientimin jetës dhe vetvetes tonë. Nuhu alayhis salam, është i tregim shumë madhështor, po mesazh të madh ka. Nuhu alayhis salam vetëm një herë i ka thirrë kafshët dhe ato kanë hip në anije. Vesh një herë i ka thirrë kafshët, krejt ju kanë përgjigj, kanë hyp në anije.
ndërsa 950 vjet e thirrin njerëzimin dhe ata zgjodhen të mbyten bashkë me djalin e vet. 950 vite i ka fol njerëzve, hajde me mua. Hajde hipnin këta nije. Se keni me shpëtu. Njerëzit e kanë bo kokëforcin e tyre dhe nuk ju kanë përgjisht thirrjes së Hazreti Nuhut dhe i morë dhe u mbëtën, tufani i morë. Kurse kafshët vish një herë i ka thirrë, hajde një hypni, krejt kanë ardhë dhe kanë hipën. Instikti drejt është më i mirë se mendja e sëmur, thojnë ulemaja. Me pas një instinkt të drejt, është shumë më e mirë se sa me pasur një mendje të sëmur. Fatkeqësia e madhe është që një pjesë e njerëzve e kanë një mendje të sëmur. I biri Nuhut a.s. vendosi të mos ndryshoj. Edhe pse jetonte në shtëpi, edhe jetonte me thirrsin më të madh edhe të pejgamberëve, siç ishte Hazreti Nuhu, ndërkohë ai zgjedhi mendjen e vet për mos me ju përgjigj thirrjes së babait të dërguarit të Zotit, kurse gruaja Firaunit, edhe pse ajo jetonte në shtëpinë e tiranit më të madh, ajo ju përgjigj. Kështu që mos i justifikoni vetëm rrethonat. E keni vrejt një pjesë e njerëzve thuj, po koha është kështu. Jo, dashurit e mi, koha mund të ndryshoj njerëzit, mirë po kurse se mentalitetin e tyre. Sepse, kurse se brumin e tyre, sepse i fishshmi, i miri, ka me mbeti mirë, edhe nëse flen kasht. I keqi, ka me mbeti keq, edhe nëse është i pështjelt me mëndafsh. Nuk ndryshon. Brumin s'ka mundësi me ndryshu. Ashtë duke javkajt një pjesës njerëzve, këtë ndryshim, e dhojnë, po koha po në ndryshon. Jo, dashurit e mi, jo, brumi nuk ka mundësi me ndryshu në asë një rrethon. Dashurit e mi, asë njëri prej jush të mos mendoj se fati ti prej fuqis, krenaris, famës, pasuris, dituris dhe artit është parametër i madhështisë së ti. Kërkush mos të mendon, kur njëherë, mos mendoj se fati ti është i fuqijës, krenarijës, famës, pasuris, dituris, artin, një farë parametri që e matë madhështin e ti. Allahu lartësuar, kër e ka lavdru të dërguarin e ti, ka thonë, dyse një pjesë e njerëzve, po mburën, edhe po thonë, është fatë që unë jam i ditur, o burë. Po, elhamdulillah që i e ditur, po jepja orientimin e mbarë diturijës. Është fatë i madhë që unë jam i pasën, o elhamdulillah që i e i pasur, mirë po jepja orientimin e mirë pasunijës. Është fatë i madhë që ti keni post, ama menagju e mirë, drejt dhe t'jesh në shërbimin e njerëzve. E Allahu nuk e ka lavdru Muhammed Mustafas, as për shkak që e ka pas bukurin, as që e ka pas postin, as që e ka pas pasunin, as që e ka pas prestigjin, nuk e ka lavdru me këtë dashurit e mi. Për këtë po du me sjell një kriter, mos i lavdroni njerëzit për shkak këtyve që i numrova. Kur e ka lavdru Allahu, Muhammed Mustafani ka thonë, ti, o Muhammed, me të vërtet, je në një grad, në një shkallë të lartë të moralit. Njerëzve lavdron javë, edhe merr javë për lakmi moralin, sjelljen e mirë. Mos u pesimiza pse unë s'pe kam pasunin e tina. Mos u pesimiza pse unë s'pe kam diturin e tina. Mos u pesimiza pse unë nuk po e kam postin e tina. Nuk janë këto kriter parametër që ti mu ko njeri madh, njeri mirë.
parametës matës është morali, sjellja, edukata, qytetaria. Këshirni këta njerë që e kanë pasunien, mirë po e vladët nuk i kanë rrugën e drejtë. Krejt pasunin ta japin, vetëm me ja kthy e vladët në rrugën e drejtë. Vallai një pjesë e njerëzve, jemi pasanikët më të mëdhej të rruzullit toksor, po na nuk jemi të vrejtën. Na jemi të pesimizu vetën, e të smu vetën, e të stresu vetën, pse nuk po kam, pse nuk... A e ki be djalin në rrugën e drejtë? Po. A e ki vajzën në rrugën e drejtë? Po. A e ki dashurin e tyve, respektin e tyve? Po. A kanë punë të mirë, të ndershme? Po. O pashat madhe në zëtë, hoxha po ban be, këtë ditë gjumaje, ti e njeri ma i pasën. Musja kebe lakmi kërkujna? Sprovat e tjera janë normale, janë të jetës. Ka smundje, ka probleme, këta janë këtë pjesë e jetës, mos u bën merak. Do thot për këtë. Po kur njëherë mos u pesimiza. Një pjesë e kanë postin, vesh munohen më ta dhonë edhe krejt shka posedojnë edhe postet e tjera, vetëm e pas e vladin një ditë me ngranë zbashku me ta darka po drek. Mi thona më në qove bab, a je lodh nanë, mirë se erdhët në shtëpi, qka mund t'ju ndimaj unë e juve, o krejt e shkrin pasurien, vetëm me sjell, kurse ti po e nënçmon vetën, edhe po i thu se unë jam i varfën, ti e pasaniku ma i madh i kohës, edhe ruje këtë pasuni, kultivoje këtë pasuni, se je ma i madh i dashurit e mi. Për këtë, Allahu kur ka dash me lavdru një njeri, si që ishte Muhamedi, nuk e ka lavdru për shkak të pasunijës, postit, prestigjit, krenaris. Absolutisht, e ka lavdru për mes moralit, sjelljes, edukatës, qytetaris. Ibn Qayyim el-Jauzi ka thonë, kush ta ka kalu me sjellje, me moral, ta ka kalu me gjitha tjerat. Andaj, o besim drejt, bëhoni njerëzit fitimtar për mes moralit, sjelljes, edukatës dhe qytetarijës. Të dashurit e me, mësimi tret i radhës është gabimet dhe mëkatet që mund të lindin gjatë përpjekjes së punës, ndërtimit dhe zhvillimit, nuk janë më të rënda se sa mëkati i heqjes në dorë nga vetë përpjekja. Gjatë punës, kime pas dështime, kime pas naj gabim, krejt, amo mëkat nuk ashtë. Mëkat cilë ashtë? Me hek dorë pej punës, pej angazhimit, të thonë, po mos po gabëj, bre, për që ta nuk për hiksoj punë e heqë. Mos po gabëj. Ky është gjynohu ma i madhë. Qëtu i kemi një pjesë të fetarve, këtu e fetarve 2026 që i ka kopë, këta janë të margarinit janë. Që mëre puna, mos po hinë gjyna hush, po ma gjyna është me morë social, mëre burë. Që mëre puna, po ma gjyna është me morë social. O hush, po tut në bre, atë hobin që e kam une, mos jam të hinë gjyna. Jo, gjyna je që jetë e lonën ata, aja është e mirë. Aja është një sport, mund është me pas një zeje, një ditë shka. Gjynoj ma i madh është me hek dorë, edhe mos mi hien. Islami nuk e edukon besimtarin me frymën e dorëzimit, por me kulturën e përpjekjes dhe përgjithësisë. Këtu e edukon besimtarin, du të me pas kulturë të pjekjes dhe të përgjithësisë, dush me pranu përgjithësi. Ata që i ikin përgjithësijës, ata pak besimtar janë, besimtar të dopt janë. Dush me marrën përgjithësi. Gabimi që shoqëron një përpjekje të sinqert mund të korrigjohet me pendim, mësim dhe përmirësim. Ke gabu gjatë rrugtimit, përmes mësimit e përmirësan, përmes pendimit, Zoti i madh ta fal. Ama mos mi hi hyç me njetë se unë e po gabaj, kjo është do thot gjunohu më i madhë. Ndërsa pasiviteti, dembelizmi dhe braktisja e përgjithësis e pengoj njerion të përmbush amanetin e Allahut
gjelle shanuhu e gjelle gjelaluhu. Unë e ma mirë s'po punaj se po tut na po gaboj. Ti nuk jetë e qunë vend amanetin e të madhit Zot. Nuk është rasti që i dërguar i Allahut Dhul Gjelal kërkon të vazhdimisht mbrojtje nga cilësi që e paralizoj njerion dhe shoqërien. Shiqani çfarë dua, dy janë dua, të mëngjesit edhe të mbrëmjes. Duat, për çto do të më kuptu, duaja është motiv dashurit e mi. Duaja nuk është pasivitet. O, Zot më dhura, jo. Masi ta krysh, du të me lutë Zotin, o Zot pranama. Masi ta krysh, masi ta bajsh punën, o Zot sjellë bereqetin. Na gabim e kemi kuptu. Na hala pa e livru orën e pa e mjelli, mi të thonë, o Zot shë bereqet. Ja, vesh bari për lëp, mundët mu bo. Tjetër sen kur gjohiq. Kur gjohiq nuk mundët do thot për me u bo. I ka mësu dy dua. Ka thonë duaja e parë, o Allah, kërkoj mbrojtje nga ti. Të mbrojsh, o i madhe i Zot, nga kush? E para, nga dembelizmi, pleqëria e pafuqishme dhe mëkati dhe borxhi. O Zot, u mbroj nga dembelizmi, o Zot, u mbroj nga pleqëria e pafuqishme. Ma jep një pleqëri, po dhe në frymën e fundit jem me shëndet do thot mirë, mbroj nga mëkati dhe mbroj nga borxhet. Doja e dytë, thot, o Allah, kërkoj mbrojtje prej teje nga mohimi dhe varfëria. E keni pa disa njerëz janë veç mohus o burr. E mohojnë disa në Zotin, mohojnë këta, mohojnë ata. Zban mu kanë mohus, dashurit e mi. Dush me qenë pak alternativ. Edhe duhemi me ullja dhe me i folë arsyes, me i folën mendjes dhe na ruaj nga varfëria. Dashurit e mi, këshilla e radhës, nëse rrethonat e jetës e detyrojnë, ka shtyr shumë do thot me përzgjedh këtë këshill, gjendja aktuale, faktike. Ndoshta rrethonat e jetës mu dhe ty na detyrojnë me marr borxh. Ai duhet të përpiqet me gjithë mundin e tij për ta shly borxhin. Për ta shly borxhin. Sot është halal me marë borxh, dashurit e mi. E ka leju dini Islam. Halal është me e lyp, mos u turpna. Halal ki çështje legjitime, ki nevoj, s'po mundesh me ja dal. Halal është me lyp. Lum mi ai i cili ja kryni nevoj vllot vet, kojshijes, kolegot, mikut, njerit në përgjithësi. Lum mi ai. Amo merja me njet për m'ja kthy. Jo me njet, kur mos m'ja kthyen. Keni pa do kur ta marrën, veç të më shojnë një herë fytyrës çështu. Shimin ditën e gjykimit. Kur, ti dush me shku me lyp parën tone. Sa i nuk vjet do thot më ta prun. Është problem do thot i madh. Është detyrë morale, është detyrë fetare që ti qëndrojsh besnik aktit të huamarrjes dhe të jetë i ndërgjegjshëm për përgjegjësinë që ka marrë përsipër. Ai që e merr këtë çështje me seriozitet dhe me qëllim të pastërt, Allahu ka me ja kriju kushtet dhe mundësitë që borxhin me e kthyen. Ndërsa ai që e merr me njetin që shqyr që mi dha, une nuk interesona për ta, një me Zoti ata ka me e turpnuan. Për këtë e Abu Huraira transmeton se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë, kush i merr paratë e njerëzve me qëllim për me ja kthy atyre, Allahu do t'i ndihmoj që ai t'i kthej parat. Por kush i merr ato me qëllim për t'i shpërdor, Allahu do t'a shkatërroj atë njeri. Dashurit e mi, duhemi me pas edhe një kriter edhe për çka me marr borxh. Edhe për çka me marr borxh do thot duhemi me pas një kriter be. Hajde sot po e bojmë me ka ditëlindjen filani, shkon në restorant aty, hane, pin, e gjithçka shfrytëzon tani në fund i thot, shkruaje aty. Çu me shkruaj çefin tani me shkrua? Nuk është patjetër me shku ti në restorant bre? Nuk është patjetër. Po hoq këtë pi bojnë valla, fëmia po kanë qef.
Fëmijën dush mi eduku që si pas takatit tanë shkojnë këta qefe. Si pas mundësive. Për këtë dush me ditë, bre, për çka me hyën bërgjë. Jo, do thot, për çështje që nuk janë patjetër, do thot për më marë. Dashurit e me, nga gjendja në gjendje. Dashuria e Jakubit a.s. e babës për djalin Jusufin ishte gjë e mirë, por ajo e që Jusufin në pos, në bunar. Hazreti Jakubi është e vërtet që ka pas një dashni më të madhe për djalin. Vllaznia tjerë u pesimizun ka pak, i nati, kapi xhelozia, edhe e morën Jusufin edhe gjojtën në bunar. Pusi ishte i keq, është shumë e vërtet. Pusi bunari ishte i keq, por nga aty a i dol edhe shkoj të bo jetën në pallat. Ka njerë vllaznia të gjujna, sidomos në këtë kohën e sodit. Problemet më të mëdha janë në për familje, të pasunia, toka, unë e kum bo mund më të madh, unë javë kum ble traktorin e kerën, unë javë kum marru shtëpinë, mu s'po më takon kur gjo heq. Këtu, dashurit e me dojni me ditë rrethonat, çfarë gjendje kemi jetuën, dikujna ju ka mundësuën për mu bo kurbana, shumë e vërtet. Mirë po, Allahu ka më të shpërblyën tyje, si kur që ju i nikon bashkari, tash ku dohet pasunia dohet njësaj, edhe nëse vlla yt ende nuk ka lind, po ka qenë barkun e nonës. Njësaj do të mundo pasuria. Kështu që kujdes bre pak. Ka njerë vllaznia po hatërohen, po hidhërohen. As gjykata nuk ka të mujtë mi pajtu. Disa as hoxha. Nuk ka të mujtë dhe të mi pajtu. Ma që dashurit e mi. Menoni pak se e kemi një zët sipër. A javë ka dhuru këtë mundësi, këtë pasuni. Mos o hatërani me vllazni, mos ngrejni dorë ndaj vllaut, mos vjen deri taja për me vro vllaun, për me linçu vllaun. Wallahi nuk është e arsyeshme kjo, as për popullin ton shqiptar, po as për besimin ton islam cilën e kemi. Pigjojnë do vllaznina për pusa. Ani be pranohe qatë hudhje. A dini për çka? Se nga që këtë tregim, e kanë gjujt vllaun bunar, vesh kë ka dalë pej bunarit, se disa metra o kanë vesh, pej bunarit, në pallat e ka bo jetën. Shërë në qëtë vllazni që kanë lëshu pejnë, në këtë gjuhën që e përdormit popullit, kanë lëshu pejnë për hirë të Zotit, për hirë të familjes, për hirë të vllazni lokut, i madhe i Zoti ka pasunu. Në pallat janë të bo jetën. Vallai i madhe i Zoti ka pasuni, i ka pasunu. Andaj mos e ngëni shejtanin edhe atë shejtan që e ecën me dy kom. Pallati ishte i mirë, por nga aty ai u dërgu në burg. Ka njerë dashurit e me pej pallatit shkon drejt në burg. Për Zotin e lëm. Burgi ishte shumë i keq, por nga aty doli dhe u bo ministër i financave në Egjipt. Kështu njeriu shkon, ka nuk e di. Por edhe nëse ai është i sinqert me krijuesin e tij, ai kur nuk do ta humb atë. Vesh ti jesh i sinqert me Zotin, ati i qëfsh mi fal. Kur Zotin nuk ka më të humb. Po hoq, po lodh na valla. O pobe ki mu lodh pak. Nuk është problem, ki mu lodh pak. Ki mu stresu pak, ki mu mërzit pak, po fundi ka më të ardhë mirë. Fundi ka më të ardhë mirë. Kush doran për Zotin dhe menaxhon për hir të Zotit, Allahu kur nuk ka me lanë në fund të pusit, po gjithmonë ka me ngrit në pallat, e gjithmonë do thot ka me e bon udhëheqës, jo vetëm të familjes, po edhe të shoqërisë edhe më lart, për hir të Zotit që ka duruar. Mirë po nga gjendja në gjendje përsëri, Ibrahimi a.s. populli i tij e mohoi dhe e luftoi. Ajve nuk është problem. Keni pasë dikush po thot, po unë jam të vërtetën, pse njerëzit nuk po mgojnë, pse njerëzit nuk po mdojnë. O dashurit e me, koha e jonë cilën jemi duke jetu, e pak ma vonë ka më rëndu, hala dhe ma shumë. Nuk është koha për me dash të mirin.
Koha është me dash dallaveregjien. Koha nuk është, kuptohe këta një herë për gjithmonë. Kuptohe një herë për gjithmonë. Po ty si të mirë, kur s'ka më të hubë Zoti? A dallaveregjin, veç ka me lon me hyp nalt e manalt. A dini për çka? Që kur të bjen prej atje naltit, me pëlsit, edhe asgjë do thot mos me u ndëgju dhe me u paën prej tina. Populli i tij e mohoi dhe e luftoi, por Allahu e bëri prejës të besimtarve. Allahu e bëri prejës të besimtarve. Hazreti Ibrahimin e hodhën në zjarr, por Allahu e bëri zjarrin të ftoft dhe shpëtimtar për ta. Të mirën, pejgamberin e Zotit, Nemrudi 2 javë ditë me ushtri mbledhi dru të thata, e futi flakën dhe e hodhën. Hazret e hodhën, thot Zoti, se s'kan mujt mu afru nga flaka, nga cetësia, e kan hodhë mbi zjarr. Po i madhe i Zot fuqia atina, i ka thonë zjarrit, o zjarr, bëhu i ftoft, ama nuk e ka mshu pik, se me bo mu konë veç i ftoft, për mi zjarr, për sëri kishte me vdek Hazreti Ibrahimi. Bëhu i ftoft dhe pa qësor për Ibrahimin a.s. Dhe shpëtaj, urdhëru të largohej nga vendlindja, por Allah i hapi dyert e tokës së bekuar. Urdhëru me elon vendlindjen, me u largu nga vendlindja. Mirë po, ja hapi dyert e tokës së bekuar. U privu nga fëmijët për shumë vite, por Allahu Dhul Gjelal e përgëzoi me Ismailin dhe Ishakun në pleqëri. Bën besabër, edhe ti që nuk ke fëmijë, kërkua be rrugën legjitime, mjekt, mjekësien, mos heq dorë kur. Keni po do thënë, hoq unë jam të bo doa. O po doa, po Zoti e kalon sebepin legjitim, shko bre te mjeku. Hoq gruaja le të shkon, unë s'kam kur gjo. Shko besa dhe ti ka njerë ki nevoj. Jo, mund së sen së mungon. Hajbe se doktorit kalzën, se së më po të kalzën hoq atash. Të kalzën mjeku aty kur ti jesh vish me ta. Shko te mjeku. Në pleqëri Allahu e ka gëzu me Ismailin dhe Ishakun. Urdhërua të flijan të djalin e ti, e urdhnoi Zoti Ismailin, djalin, me prej kurban. O Zot, po lemërët knoqna pak me ta, po sa ma dhurove u gëzove, tash unë me prej kurban. Zot i madh, urdhnin tanë nuk e kundërshtoj, madame ti më urdhëran, unë djalin ti me bëj kurban. Allahu e testoj bindjen e tina, se me bo sot, me testu dikan, thot, shka mërë që ati që i ka 8, shka po vjetë e une që i kam 1, dritën e syve, muhabete, do thot këtila. Mungon besimi, mungon, do shurit e mi. Mungon do thot besimi. E Allahu Dhul Gjelal, kur e po imanin e fuqishëm, të Hazreti Ibrahimit a.s. e solli do thot kurbanin. E la familjen në një lugin të shkret, por Allahu e bëri prej saj lugin të lind të Meka dhe të shpërthej ujë Zemzem. A ujë Zemzem të shpërthej. Kështu që njeriu kalon nga gjendja në gjendjen tjetër, ajo që sa duket si humbje, nesër mund të jetë fillimi i një mirësie të madhe. Nëse duket sa të humbje, nesër ka mu konë mirësie madhe për ty dhe për mua. Kur robi është i sinqert, i durueshëm dhe i bindur ndaj krijuesit, Allahu i hap rrugë nga aty ku ai dhe ajo nuk e presin kurrnjëherë. Ky e ka prit sa herë që kënena. O Zot i madh, ja ka sjell i madh i Zot krejt prej një rruge, do thot tjetër. Dhe krejt në fund, përparimi i vërtet nuk është të jesh përpara njerëzve. Përparimi i vërtet nuk është më koni pari njerëzve. Për të jesh përpara vetvetes tënde çdo ditë. Kjo është fitore e madhe. Dikush krejt ban thot, t'ja kaloj këtina, t'ja kaloj atë. O, mos ban përpjekje m'ja kalu kërkujna. Vesh vetvetes tonë kaloja. Atëherë dita e sotme do t'jetë më e mirë se sa e djeshmja.
Kur të bëjsh ti garë me vetën tonë me ja kalu, dita e sodit do të më konë më e mirë se sa e djeshme. Nëse dje i ke lexu 50 faqe libra, sa do të mi lexu 100 faqe. Nëse dje i ke bo 8 orë punë, sa do të mi bo 8 e 15 minuta apo 30 minuta. Ha? Nëse dje ke qenë i këtil, sa do të mi kaluën ata. Bën përpjekje me ja kalu vetës. Bën më i mirë se vetja jote e djeshme. Në këtë formë, na e kemi kuptu islamin në formën më të mirë të mundshme. Mos e lodhni vetën t'ja kaloj atina. Mos e lodhni vetën, kur mos e lodhni vetën. Në moment që ja kalon ditës së djeshme të vetës tone, ti keme javë kalu edhe këtyve tjerve. Ama t'ju bonë rëskomza tjerve, tradhtina, vesh t'javë kalaj këtyve. Sen, vesh ma poshtë. Vesh ma poshtë do të të kom e shku. Allah na përdor për hajrë dhe për të mirë. Alhamdulillahi.